dramatizoj shumë situatën, po dramatik ishte si klip, në fakt unë jam shokuar kur e kam pas mundet një ide politike të kaloj nëpërmjet këtyre koncepteve tjetës. Ka forma tjera shumë më të gëzueshme, shumë më të bukura. Aq më tepër që është në kundërshtim me kodin zgjedhor, përdorimi i fëmijëve dhe përdorimi dhe i pjesës administratës, dhe ka një nen e kodit penal 238.a që dënohesh me deri 6 muaj deri në 3 vite burg, nëse ti i përdor këto element. Është i shkruar e zeza mbi të bardhë. Madje në atë nen 238-aja ka dhe dënimin e veprimit kryeministrit kur i bëri thirrje qytetarëve që nëse nuk votonin Partinë Socialiste mos dilin zgjedhje. Nëse një zyrtar i lartë bën thirrje për të mos votuar qytetarët, dënohet me kod penal. Dhe nëse Spaku sot kërkon të gjej krim zgjedhor, ka 2 raste të krimit zgjedhor që ka ndodhur këtu live, sepse është postuar, është fakt në rrjetet sociale, është fakt deklarata e kryeministrit, dhe Rama duhet ishte thirrur me urgjencë për krim zgjedhor në SPAK, sepse e kap kodi procedurës penale, dhe është zyrtar i lartë dhe duhet japin llogari SPAK.